Ja si t'i shëroni themrat e çara brenda natës, kjo metodë do ju befasoj. Pas një dimri të gjatë dhe të ftohtë, duhet t'i gëzoheni verës dhe temperaturave të saj. Ndoshta, jo edhe aq shumë temperaturave të nxehta që marrin edhe dëmtime të ndryshme. Por i pari që gëzon gjatë kësaj stine është pa diskutim trupi i njeriut, pasi në fund mund të lejojë që të vishet edhe në mënyrë të rehatshëm, pa këpucë me lagështi dhe gjithashtu pa e rënduar edhe ajrosjen e lëkurës. Dhe duke u ndalur te këpucët është më se e zakonshme që gjatë kësaj periudhe të vini edhe të hiqni dorë nga këpucët e rënda dhe të vishni shapka me gisht ose këpucë të cilat ju bëjnë që të jenë më të lehta. Megjithatë, këto këpucë rrisin riskun e shfaqjes së kallove ose flluskave të bezdishme në pjesë të ndryshme të këmbës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kallot janë pjesë trashe forte lëkurës së vdekur me një ngjyrë gri të verdhë. Ato formohen zakonisht edhe për ta mbrojtur vetë lëkurën tuaj nga dëmtuesit e jashtëm. Prandaj, nëse prej kohësh po vuani nga këto shqetësime dhe e keni bezdi që të ecni në rrugë, atëherë duhet të ndërmerrni hapat e parë. Ato mund të shoqërohen gjithashtu me dhimbje, kruajtje dhe irritime të ndryshme të zonave të lëkurës. Në qoftë se i keni provuar të gjitha këto, por sërish nuk arrini të keni rezultatet e duhura, ju këshillojmë të provoni këto produkte natyrale në kushte shtëpie, të cilat do ju ndihmojnë të keni një higjenë më të mirë të këmbëve dhe të evitoni gjithashtu krijimin e kallove. Bëni një kompres me lëng limoni, xhel aloe vera dhe pak uthull molle ose uthull të bardhë të rrushit. Bashkojeni të gjitha përbërësit dhe më pas aplikojeni në zonat ku keni më shumë probleme me kallot, duke i mbuluar ato me fasho elastike ose me garza pambuku sterile. Tre përbërësit e mësipër kanë veti antiinflamatore antibakteriale të cilat do të luftojnë problemin e kallove dhe do të nxisin shërimin e plotë të tyre. Maska me cipën e membranës së vezëve gjithashtu mund të jetë një ndihmë shumë e mirë për këmbët. E keni parasysh atë cipën që rrethon vezën e zjerë, gati me një ngjyrë me lëvozhgën e saj, por nuk duhet që ta hidhni më pas, ajo përmban vlera ushqyese dhe antioksiduese të fuqishme për kallot dhe mund të parandalojë gjithashtu edhe shtimin e tyre. Është e rëndësishme që kallot të trajtohen her pas here dhe në mënyrë korrekte, në mënyrë që të mbani shëndetin tuaj të këmbëve nën kontroll. Është më se e zakonshme që gjatë një periudhe të gjatë të hiqni këpucët e rënda dhe të shikoni se gishtat tuaj kanë filluar të krijojnë disa kallo të ndryshme. Kallot janë pjesa e trashë e fortë e lëkurës së vdekur me një ngjyrë gri të verdhë. Ato mund të formohen për ta mbajtur vetë lëkurën të mbrojtur nga fërkimet dhe dëmtimet, sa kaq mund të shoqërohen edhe me dhimbje, kruajtje dhe gjithashtu irritime të vazhdueshme të lëkurës. Në qoftë se i keni provuar të gjitha, por sërish nuk keni arritur të merrni rezultatet e duhura, ju këshillojmë të provoni këto këshilla të thjeshta. Bëni një kompresë me lëng limoni, xhel aloe vera dhe uthull të bardhë rrushi. I bashkoni të gjitha përbërësit në një enë dhe aplikoni atë në zonat ku keni më shumë kallo, duke e mbuluar me fasho ose me garzë pambuku sterile. Tre përbërësit e mësipër kanë veti të mira antiinflamatore dhe antibakteriale, të cilat do të luftojnë kallo dhe do të nxisin gjithashtu shërimin e shpejtë dhe të plotë të tyre. Trajtimi me sodë buke mund të jetë një tjetër alternativë, e cila mund të japë rezultate të mira për shëndetin e këmbëve. Mos besoni kur ju thonë se soda e bukës duhet të përdoret vetëm në kuzhinë. Ajo përbën një recetë të mjaftueshme efikase kur bëhet fjala për kallot, gjithashtu edhe për fluskat të ndryshme të këmbëve. Receta është shumë e thjeshtë. Hidhni pak sodë buke në një legen me ujë të ngrohtë dhe i mbani aty këmbët për 10 deri në 15 minuta çdo ditë. Më pas i largoni nga uji, i fërkoni gjithashtu me një gur zmeril ose edhe për të hequr të gjitha papastërtitë e tyre. Ndjekja e këtyre trajtimeve në kushte shtëpie do të sigurojë një higjenë më të mirë të këmbëve tuaja dhe një reduktim më të lehtë të kallove që formohen në të.
Kallot në këmbë kthehen në një problem shumë shqetësues, sidomos gjatë stinës së verës. Nëse vuani prej tyre, ju rekomandojmë të mos vraponi direkt te trajtimet me ilaçe të shtrenjta, por nëse e kapni që në hapat e parë, gjendja juaj do të jetë më e lehtë edhe për tu menaxhuar. Kallot në këmbë janë një shqetësim i shpeshtë. Në të shumtën e rasteve janë edhe ilaçet që mund t'i largojnë ato, por mund të ndiqni trajtime natyrale në kushte shtëpie. Ky shqetësim i cili prek si femrat ashtu dhe meshkujt, sidomos gjatë verës, kur ekspozimi i këmbëve është i pashmangshëm, mund të krijojë edhe bezdi në sigurinë tuaj. Duhet thënë gjithashtu se kallot mund të trajtohen edhe në mënyrë të rregullt. Nëse nuk i trajtoni, ato mund të ndikojnë në krijimin e mykut në to dhe papastërtive të ndryshme, të cilat mund të bëjnë që këmbët tuaja të vinë edhe erë të rëndë. Femrave kryesisht u drejtohet një paralajmërim. Nëse dëshironi të vishni një këpucë me taka të bukura, duhet t'i zgjidhni ato më të rehatshmet, në mënyrë që anët e këmbëve të mos ju shtrëngojnë. Nëse nuk doni të ndaleni te ilaçet e shtrenjta, mund të përdorni receta natyrale të gjyshes, të cilat mund të ndihmojnë në zbutjen e themrave të këmbëve dhe gjithashtu largimin e kallove të forta të tyre. Së pari, një recetë natyrale për kallot e këmbëve është edhe përdorimi i limonit. Për t'u aplikuar të paktën gjatë të gjumit, ai mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në lehtësimin e kallove. Një fet ose pak lëng limoni nga ky frut mund t'japë rezultate fantastike në shëndetin tuaj të këmbëve dhe largimin e papastërtive të tyre. Aplikimi i recetave me lëng limoni në këmbët tuaja mund të ndihmojë që të keni një higjenë më të mirë të këmbëve dhe të mbani larg edhe papastërtitë e tyre. Gjithashtu, edhe xheli aloe vera mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë lehtësuese kundër kallove në këmbë. Ai është një produkt shumë i mirë që mund të aplikohet edhe si hidratues i rëndësishëm. Jo mund të përzjeni një përzierje me 3 deri në 4 gjethe të aloe verës me disa pika vaj susami dhe ta vendosni atë në pjesën ku keni më shumë kallo. E mbani të mbështjellë me një garzë për disa orë dhe më pas e shplani atë me ujë të rrjedhshëm. Kjo metodë do t'i japë rezultate fantastike në higjienën tuaj të këmbëve dhe gjithashtu do të mbajë larg edhe dëmtimin e tyre. Ndjekja e këtyre ritualeve në kushte shtëpie do ju ndihmojë të keni një mbrojtje më të mirë të kallove të këmbëve. Një recetë e vlefshme për kallot e këmbëve është edhe përdorimi i papajës. Lëngu i këtij fruti vepron si një medikament i vërtet kundër problemeve të këmbëve. Ai duhet të aplikohet në kallo me doza të vogla, maksimumi një lugë çaji, dhe kështu do ju ndihmojë në një hidratim më të mirë të shëndetit të këmbëve. Një recetë tjetër natyrale për kallot është edhe tërshëra. Në rast se një dush i këmbëve me ujë të ngrohtë dhe lyerja e tyre me tërshër bëhet vazhdimisht, do t'i japë lehtësim më të mirë për ata persona të cilët do vuajnë edhe nga kallot në këmbë. Në rast se ju ndodhet në shtëpi, mundeni të përdorni një përbërës natyral të vlefshëm kundër kallove. Bima e ashtu quajtur edera. Gjethet e ederës duhet të lihen në 12 orë në uthullmolle. Më pas duhet të vendosen mbi kallot të cilat duhet t'i lidhni me një fasho dhe t'i shtrëngoni për disa orë. Më pas t'i shplani me ujë të rrjedhshëm dhe t'i thani mirë. Një ndër mënyrat më të thjeshta për të trajtuar kallot është edhe përdorimi i tyre me krip. Ju mund të merrni një enë me ujë të ngrohtë, pra një legen, dhe të hidhni një grusht me krip në të, ta trazoni derisa të tretet e gjithë kripa. Rekomandohet që për këtë efekt sa më të mirë të përdorni kripën Epsom. Futini këmbët në legenin me ujë të ngrohtë dhe i mbani në këtë përbërje për të paktën 10 minuta. Më pas, me anë të një lime për këmbët, i fërkoni pjesën e kallove, duke formuar kështu lëvizje rrethore për disa minuta. Kjo do ju ndihmojë në një hidratim më të mirë të këmbëve, lehtësimin e largimit të papastërtive të tyre. Është e rëndësishme që nëse kallot janë shumë vjeçare dhe janë krijuar gjithashtu çarje të forta, duhet të drejtoheni menjëherë tek mjeku, pasi ato mund të ndikojnë gjithashtu edhe në përkeqësimin e shëndetit tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetjen. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.